Mendjemallësia në gjuhën arabe el-kibër ose e tekebbur, në aspektin gjuhësor, sipas dietarëve të gjuhës nënkupton e taadhum, pra një lloj madhështie, një lloj lartësimi që njeriu ja bën vetvetes së tij. Pra në kuptimin gjuhësor i bjen ngritja dhe madhështia e vetvetes ndaj tjerëve. Kurse në kuptimin terminologjik islam, mendjemallësia, ashtu siç e kanë cekur dietarët islam, është reklamimi që njeriu i bën vetvetes së tij, në atë mënyrë që e zbeh rolin e të tjerëve, i nënçmon të tjerët, duke i bërë ata të ndihen inferior dhe duke mohuar të vërtetën prej tyre. Pra mendjemallësia është reklamimi që njeriu i bën vetvetes së tij për veprat e tij dhe nënçmimi që i bën të tjerëve duke i bërë ata që të ndihen inferior dhe duke mos e pranuar të vërtetën prej tyre. Dhe ky lloj definicioni, si në aspektin gjuhësor, por ashtu edhe terminologjik, rrjedh nga fjalët e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala na thot: Inna Allaha la yuhibbul mustakbirin. Allahu nuk i don mendjemdhenjet, pra mustakbirin, prej fjalës el-kibr. Gjithashtu në aspektin terminologjik islam, këtë definicion të dietarëve të cilët e kanë nxjerrur, e marrim nga një hadith dhe ngjarje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i shkon një person një ditë dhe i thot: Ja Rasulallah, a konsiderohet mendjemallësi në qoftë se veshit tesha dhe rroba të bukura dhe këpucë të mira? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Thotë, kjo nuk është mendjemallësi, por mendjemallësia është batarul haqqi wa ghamtun nas. Është refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve.